pak vargje nga Ninula. Ka të morë. Zemrat knoft. Faleminderit. A e presin mirë këtë këngë? Shumë, me shumë duar trokitje, sepse është një këngë emocionale. Kush është ai që është rritur pa kaluar te djepi, ose kush është ajo nën që s'ka tundur djepin. Pra, kjo është diçka e bukur. Ka herë na kanë përkun edhe shumë. Varet, kur fëmijët ishin shumë i stresa dhe qanin. A na spjegon pak për këta tritë se morin vesh. Çka janë ninullat? Ninullat janë, në gjuhën, si të thuash, artistike, quhet a kapela, është një këngë që këndohet pa melodi, pra nëna është vetë muzikë, është vetë tekst dhe është vetë dashuri. Ninulla përcjell dashurinë që nëna ka për fëmin dhe ku e vën djep dhe duke tundur, aty ajo i lumturon gjithë jetës dhe i uron gjithë mirat që djali të bëhet ose vajza të bëhet më e miri nga të gjitha. Dhe kjo është ajo që është përcjellje e gjithë dashurisë që ka nëna për fëmin që të rritet, të bëhet trim, të bëhet i dashur, të bëhet patriot, të bëhet dikush në jetë që dhe ai të japi kontributin e tij, edhe kështu me radhë brezat në vazhdim. Nina, nona, ndjep dronit, ti më bash plakatonit. A i kanë thonë? Po, i kanë thënë edhe këtë, po si jo. Sepse çdo ninull ka karakteristikat e veta në fjalë, jo të gjitha nënat i këndojnë fëmis, po me të njëjtën, si të thuash, fjalë. Dikush ka qef t'i bëhet trim, dikush ka qef t'i bëhet doktor, dikush ka qef t'i bëhet i bukur dhe uron nga fjalët më të mira. Dhe ku më shumë sa dalin nga zemra një nënës, ku mund dalin diku tjetër më tepër se nga zemra një nënës fjalët e bukura dhe plot dashuri. Ke marrë pjesë shumë festivale. Po. Cilat festivale ke marrë çmimet më të mira, më të mëdha? Edhe në Kosovë ke marrë pjesë. Po, ka marrë pjesë edhe në Kosovë, po. Por herë të parë në festival folklorik Gjirokastës kam marrë pjesë në 1988, ku kisha një pjesë solo, isha dhe në Valle, dhe aty u laurova me titullin laureanti i festivalit, por në atë kohë ishte titulli më i lartë që e merrte një amator në festival dhe isha e privilegjuar dhe e mora nga Ministria e Kulturës. Dhe gjithmonë jam falënderuese për këtë. Pastaj kam qenë 6 herë në festivalet Gjirokastrës me këngë solo, gjithmonë ninullën e kam përcjellur në Valle, në grup, në kompleks, në kuartet, dhe jemi, jo gjithmonë kam marrë unë çmime, sepse kemi marrë për shembull çmimin si grup. Si grup, po. Por bresat janë nga më të ndryshmet, ashtu sikur se në Gjirokastër, po edhe në vendet jashtë Shqipërisë. Grupi, ç'është funksionon grupi? A jeni grup i madh? Po, jemi mbi 35 amator, po, kemi dhe ca vajza të reja, që edhe ato i kemi angazhuar me grupin e Vallet, dhe ne u themi flutrat e ansamblit, sepse kërcejnë shumë bukur dhe po, si të thuash, po kalojnë brezat e ri që ta këndojnë dhe ta kërcejnë vallën e bukur të pastër shqiptare. Folklorin e du thove me zemrën. Po, e dua, shumë. E në diaspor, për shembull në Itali, a shkonte Arbresht? Po, shkoj dhe të Arbresht, edhe pse ata nuk e flasin gjuhën si ne, por ata i ruajnë me fanatizëm traditat e tyre, vlerat, flamurin me shqipojnë, e kanë gjithmonë në hyrjen çdo institucioni tyre, dhe me ata komunikoj dhe bashkëpunoj, me atë shqipen edhe pak nga unë e qalë, por gjithsesi i përshtatem, sepse kënga është një gjuhë për gjithë, pra shpalos atë që ka ti djenë brenda shpirtit, pak rëndësi ka nëse e thua fjalën afërsisht shqipen e reja, po atë shqipen antike. Po merrem edhe atje me këto grupe, patjetër. Mirë, atë ka ndodhur me kona i dashur kosovarëve? Më ka ndodhur të jem në një aktivitet, jo në dasëm, por në një aktivitet kulturor. Gazbend familjar. Po, gazbend familjar, po, kur ishte në Zvicër më ka ndodhur kjo, që u bënë një 2 djemë të synet. Për hajër. Për hajër. Po, aty pash diçka të bukur që s'kisha parë asnjëherë, ishte diçka hera parë për mua, por që më pritën shumë mirë dhe ishte vërtet diçka e bukur. A i bojmë dasëm panuse. Po, a i bojmë dasëm të madhështore në kosovarët? Po, i bëni. Investojmë shumë dasma. Po, është e vërtet që investoni, më shumë se në Shqipëri. Ma shumë? Po. Edhe nuset i morëm të mira. Po, të mira, patjetër. A madhe dhanorët i kem taman. Gjë që ne të Shqipërisë i pëlqejnë shumë dhëndrit djemë kosovarë, po. Jo, bre. Shumë, janë më të dashur ato për gratë. E atje po shkojnë Big Brother, që atje po bohen bashkë. Po, edhe atje pse jo, shtëpia e madhe. A e përcjell këtë format? Të t'jeme sinqert nuk e përcjell. Ata nuk i dinë dhe do tradita atje. Po, nuk i dinë sepse gjithmonë ato shkojnë më shumë me tren, por unë nuk e përcjell Big Brotherin,
për disa motive, kështu që nëse do kem pak kohë të lirë, më shumë e shfrytëzoj që të lexoj një libër, sepse unë edhe shkruaj pak poezi, edhe më duket pak të promotion time diçka bosh që të ndjek Big Brotherin. Edhe poezi shkruan, Po, ti pas ke krejt universal, koke? faleminderit. Veshja shumë e mirë. A dalojnë për shembull e Kurbinit, e Shkodrës, Po, dallojnë sepse kanë karakteristika krejt të ndryshme, edhe mes veshjes Kurbinit katolike muslimane kanë ndryshimet e përparsja, kanë ndryshimet e shamia, edhe ke shamia kokës, edhe këtu ke qendismja, pra kanë asesorë të ndryshëm. Dalojnë, Po, shumë. nuk janë njëjtë. Jo, absolutisht jo. Apo merrni pjesë në për televizionin Shqipni atje? Që t'jemi sinqert, A perujnë hala? A pe kultivojnë këtë traditën jo thirë? Po, me shumë po e kultivojnë brezi pak i madh, jo brezi ri, brezi im, po edhe pak më i ri se brezi im, këto e ruajnë me fanatizëm, sepse sot është goxha e vështirë që brezave të ri, duke hyrë edhe teknologjia në mes, nuk kanë shumë interes për këtë se sa për gjërat e teknologjisë. Por gjithsesi nuk mund të qahemi, kemi dhe nga ata që i afrohen folklorit. A e lipin shumë ninollën? Në për festivale folklorike, një grup artistik nuk mund shkoj do të pa ninull. Edhe lahutën, po ashtu. Edhe lahutën? Po, edhe lahutën e kemi në të Kurbinit, po. A bava ki që ta deputet, si kemë na deputet parlamentin e Kosovës, ku e në kodë vogël, mos jau kek nuna i ninullë se vish flajnë janë metë. Sanë s'po bojnë ato, kur s'po folin? Deputetet, ne i kemi me kimet, sepse... Ju keni edhe atje bollë që si thuj kemë plotë, edhe atje? Edhe atje kemi plotë që shumë për veti e pak për ne. E dim të gjithë tashme. Ja, njaj thuj, qasi brumi. Po, a i brumë është, sepse politika asnjëherë nuk ka qenë në favor të popullit, edhe pse del nga votë e popullit, po është në favor të tyre. A ju përkro shteti? Pak. Shumë si të na? Pak. Pse nuk ju përkro? Sepse tashmë në kohën e demokracisë nuk shikohet me atë sy kultura dhe arti, sepse çdo gjë tani është kthyer në treg. Edhe siç folë edhe ju pak më përpara, politika mendon më shumë për vete, dhe nëse është një fond për kulturën, do bëjnë diçka tjetër ta vjedhin për vete. Që t'jemi sinqert, kjo është. A duhet me investu shumë kulturë, me përkro, me mbështet? Po, kjo është. Ne në faktikisht aty në Kurbin kemi një kryetare të bashkisë, Majlinda Cara, gjë që e përgëzoj nga këtu, ajo ka bërë shumë për kulturën, të paktën përsa është në kryetare bashkije pra. Ajo na ka bërë goxha, na ka ndihmu. Bukur shumë. Bile na quan te Top Channel-i, të një program të gura